Qeveria ende nuk e shikon të nevojshme ngritjen e bordit të transparencës për çmimin e naftës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, u shpreh se ende po monitorojnë çmimet. Mekanizmi është aty, mund të ngrihet me një vendim të Këshillit të Ministrave. Kemi vlerësuar që që me anë të komunikimeve dhe le të themi mesazheve me grupet e interesit të shoqatave hidrokarbur, ato ta kuptojnë edhe vetë rëndësinë në mënyrë që mos të ngrejmë menjëherë grupin bordin e transparencës. Është aty, mund të ngrihet shumë shpejt, por akoma nuk është vendosur një gjë e tillë. Sa i përket propozimeve konkrete të opozitës për uljen e akcizës dhe taksës së qarkullimit, ministri Karakaçi sqaroi se modeli që ndjek vendi ynë prek vetëm ata që përdorin më shumë automjetet. Disa e segmentojnë në pikat e karburanteve ndaljen e taksës qarkullimit, disa e segmentojnë në pagesat e taksave të mjeteve. Ne jemi gjykuar dhe vlerësuar që marrja taksës së qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më i mirë sepse paguajnë më shumë taksë ato që përdorin më shumë mjete. Pas mbledhjes, Karakaçi bëri me dije se është miratuar dhe marrëveshja për ngritjen e një nën stacioni nën toksor për furnizimin e kryeqytetit me energji elektrike.